Në hapësirat e Fakultetit Pedagogjik pranë Universitetit të Tetovës u zhvillua ceremonia e promovimit të librit më të ri të profesor Dr. Tahir Zajazit me titull Studime Pedagogjike 2 në tranzicion ndërmjet tradicionales dhe modernes në mësim. Është kjo vepra e tetë e autorit e cila trajton çështjet aktuale të procesit mësimor, duke e vendosur atë në një kontekst midis tradicionales dhe qasjeve bashkëkohore në pedagogji. Mbi promovimin e kësaj vepre foli dekani i Fakultetit Pedagogjik pranë Universitetit të Tetovës, Lulzim Mehmeti. Në vazhdon e aktiviteteve ulëmtuese dhe shkencore, Fakulteti Pedagogjik vazhdon me promovimin e veprave që për synim kanë zgjimin e temave aktuale dhe bashkohore, dhe në këtë kontekst edhe libri i profesor Tahir Zajazit me titull Studime Pedagogjike 2 ka elemente, të cilat elemente reflektojnë pedagogjinë, pjesë të historisë pedagogjisë dhe elemente të pedagogjisë moderne, të cilat në një anë sfidojnë dhe në anën tjetër bashkëhorizojnë arsimin në ditë të sotme. Në mungesë të recenzentit të kësaj vepre Xhelal Zejneli, recenzionin e tij e paraqiti Selam Sulejmani. Libri Studime Pedagogjike 2 profesor Tahir Zajazit është një minjerë e thellë e pasur me një numër të madh të dhënash për arsimin në Maqedoni, me tekste veçantë për ecurit e arsimit shqip në periudhën e viteve 1945 deri në vitet tona. Autori i këtij libri një jetë të tërë ja ka kushtuar arsimit shqip. Bazuar në njohuritë e veta teorike dhe praktike, autori zbulon problemet që kanë të bëjnë me arsimin në përgjithësi, si dhe me arsimin shqip në veçanti. Pikpamjet e tij mbi këtë vepër i paraqiti recenzenti tjetër profesor Dr. Avzi Mustafa. Në promovimin e këtij studimi dhe me këtë rast nuk duhet të hiqem nga emocioni i përkatësisë gjeografike, si kërçovar, por as edhe nga rasti që promovimi si çasti kurtoazis, por nga vlera e madhe që ka ky studim, i cili trajton probleme pedagogjike pikërisht në momentin aktual historik të transformimeve të mëdha që ndodhin në shoqëri e sidomos në sferën e arsimit. Profesor Tahir Zajazi është një ndër të parit në Maqedoni që e kishte ngritë zërin edhe në sistemin e kaluar të njëmendësisë. Sa herë që dëgjonte fjalën shumë të përdorur reformë, ai përfshihej në punë me shpresë se diçka do të ndryshohet. Ndërsa bashkëpunëtori i hershëm i autorit të kësaj vepre, profesor Dr. Esha Qahili, evakoi kujtimet e tij mbi të kaluarën e përbashkët me profesor Dr. Tahir Zajazin. Por momenti tjetër që do të më lidh me profesor Tahirin do të jenë vitet, ose do të jetë, më mirë të them, para 30 viteve, atëherë kur edhe unë u angazhova në Universitetin e Tetovës, në këtë universitetin posa të formuar. Sado që në fillim isha tek fakulteti filologjik për landën sociologji, por pas një viti profesori më ftoi që unë të vazhdoj të mbaj landën e filozofisë, logjikës, etikë që ishin atë kohë, në fakultetin pedagogjik, ku profesori atë kohë ishte dekan i këtij fakulteti. Vetë autori i librit Studime Pedagogjike 2 në tranzicion ndërmjet tradicionales dhe modernes në mësim, profesor Dr. Tahir Zajazi, tha se kjo vepër vjen si nevojë e kohës dhe do të jetë në shërbim të gjithëve. Mirë me veprimtari që do vitin 1964, shumë herët. E sot vi me librin e 8 të radhës, të shkruara pas rënjes së sistemit të kaluar edhe fillimi periudhës së tranzicionit. 7 librat e para i kam shkruar në frymën e kulturës edhe shkencës shteteve të zhvilluara. Me shpresë edhe neve së shpejti do të futim në ato rrjedhë. Mirë po ju nuk dove. Dhe mora për mbi vete, përgjithësi, ta shkruaj librin e 8. Libri i 8 përmban një lidhje
tranzitive ndërmjet tradicionales dhe modernes. Në ceremoninë e promovimit të kësaj vepre morën pjesë profesorë e pjesëtar të tjerë nga bota akademike si dhe studentët.